E pra të dashur miqtë mi, ja ku po takohemi me mua Tirona Lilin për të komentuar pak Big Brother VIP Albania. Banori, i cili është pjesë i këtij kasti në fakt, Stenaldo, po na tregon një zemër, një shpirt dhe një personazh shumë interesant. Tani vllau i madh ju ka dhënë një sfidë banorëve, do me thënë në momentin që bie gongu brenda në shtëpi, të gjithë banorët duhet të vrapojnë edhe të veshin xhupat e babadimrit, le ta quajmë kështu. Do me thënë të gjithë banorët duhet të jenë gati për të vrapuar në momentin që bie gongu. Me patjetër, banori i cili mund të jetë pak më i jashtë përfshirë në këtë sfidë është Stenaldo. Ndoshta vllau i madh e ka dhënë këtë sfidën pak edhe për të provokuar banorët se sa të ndjeshëm janë dhe se sa njerëzor janë, më thënë sa na shkon ne mendja që të ndihmojmë një njeri të tillë me probleme të tilla, do me thënë duke qenë i verbër në shoqërinë tonë. Tani, në momentin e parë kur ra gongu për të vrapuar drejtvarëse se cila është e pozicionuar në hyrje të shtëpisë, banorët me njëherë vrapuan edhe morën xhupat e babadimrit, por Stenaldo mbeti në dhomë sepse nuk e ndihmoi njeri. Më pas ju afrua stresi se, Stine, se ju kujtuan moment. Dhe e mori Stenaldon dhe e çoi dhe ai ta përjeton këtë ndjesi. Stenaldo ishte tepër i lumtur që po e përjetonte këtë ndjesi. Por ai që në fakt na ka befasuar në këtë rrugtim dhe në këtë moment kaq emocional brenda kësaj shtëpie që realisht të dhimbset kur e shikon Stenaldo në atë formë, është Mali. Mali është i vetmi nga banorët që nuk e haron Stenaldo në asnjë moment të vetëm kur bie gongu. Ai ndoshta nuk vraponi pari vet për ta fituar sfidën, sepse ai që vraponi pari e fiton sfidën. Ai nuk vraponi pari vet, por ai gjithmonë e merr Stenaldon, i avno dorën te krau edhe vrapon përpara për të arritur që edhe Stenaldo të jetë pjesë e kësaj lojes, të jetë i përfshirë. Dhe realisht unë dua të komplimentoj shpirtin kaq të bukur që Mali Red Koceri po tregon. Me thënë tregon një njeri shumë ngjyllor, tregon njeri shumë të dashur, ku anës tjetër për shumë banorëve të tjerë nuk ju kujtohet që ka dhe një banor që ka nevojë për ndihmë. Unë jam i bindur që prapavija e kësaj është që vllau i madh të tregon se sa ne jemi gati për të ndihmuar shoqërinë tonë, e cila është në një gjendje të tillë. Për shembull, që ka njerëz në gjendje të tillë. Një sfidë që në fakt mua më ka ngjall shumë emocione, një mal që po shohim një anë të tij shumë të mirë dhe që është bërë shumë shok me Stenaldon, dhe teksa po qëndronin të dy në verandë natën e mbrëmshme, Stenaldo ashtu me një qetësi shpirtërore, me një ndjesi emocionale, i thot Malit që unë jam këtu për ty dhe ti ke një shpirt shumë të mirë. Do me thënë, e shpërblen, është shumë njerëzor, më shumë falenderues, është shumë mirënjohës. Dhe në këtë pikë do me thënë Stenaldo dhe Mali kanë një raport shumë interesant dhe bëj njëri tjetrin që t'jenë tepër në qendër të vëmendjes. Unë jam i bindur që ky raport do të ngjall shumë dashuritë e publiku, po dua ta shikoj si e shikoni ju respektin që banorët tregojnë për Stenaldon.